Në mbledhjen e fundit të qeverisë së Kosovës është miratuar nisma për marrëveshje ndërshtetërore ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Zëdhënësja e Ministrisë së Mbrojtjes, Loridona Gashi, tha se kjo marrëveshje është shumë e rëndësishme dhe përfshin 5 pika. Marrëveshja është ndërtuar në 5 pika kyçe, e që janë planifikimi i mbrojtjes, qeverisja e mbrojtjes, pastaj është ndërtimi dhe menaxhimi i resurseve humane dhe i resurseve ushtarake, ndërtimi i kapaciteteve strategjike ushtarake, si dhe bashkëpunimi me qëllim angazhimin regional dhe ndërkombëtar. Nëse i elaborojmë gjitha këto pika, atëherë në kuptohet që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ofrojnë mbështetje në ndërtimin e kapaciteteve ajrore, të cilat kanë për qëllim synim, synojmë që të sigurojmë në këtë formë mbrojtjen ajrore të territorit të Republikës së Kosovës, e që është veçanërisht e rëndësishme tani në fazën në cilën gjendet Forca e Sigurisë së Kosovës. Gashi tha se mbështetja e elementeve kyçe të mbrojtjes dhe antarësimi në NATO janë të rëndësishme dhe janë pjesë e kësaj marrëveshje. Marrëveshja mundoson që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ofrojnë përkraje për hapjen e fabrikave të armëve, të komponenteve të armëve, por edhe të municionit, ndërsa do të ofrohet mbështetje nga SHBA edhe për ndërtimin e kapaciteteve të qëndrueshmërisë strategjike, që nënkupton edhe ndërtimin e kapaciteteve të mbrojtjes kibernetike. Është edhe përkraja dhe mbështetja që do kemi në aspektin teknik për antarësimin e Kosovës në NATO. Ndër të tjera, Gashi shtoi se marrëveshja do të implementohet gradualisht dhe do të zhvillohet nga viti 2025 deri në 2028. Është e rëndësishme që të mbesim brenda afateve të cilat parashihen edhe në planin gjithëpërfshirës të tranzicionit, që është viti 2025-2028, që të përmbushen aspektet e kërkesave operacionale të PSK-s për ndërtimin e kapaciteteve ajrore. Ministri i Mbrojtjes Eyüp Maqedonci 6 muaj më parë ka deklaruar për mendimin tonë se aeroporti i Gjakovës dhe poligoni në Babaj të Bokës do të jenë në shërbim të këtyre zhvillimeve ushtarake.